Avokati e Ekrem Imamoglu Mehmet Pehlivan u arrestua gjithashtu në orët e para të së premtes, ndërsa protestat për burgosjen e ish-kryebashkiakut të Stambollit vazhdojnë. Reagimi i Ekrem Imamoglu ishte i menjëhershëm, pasi ai deklaroi në llogarinë e tij X se as gënjeshtra dhe as shpifja nuk mbarojnë. Të herë avokati i Mehmet Pehlivan u arrestua mbi baza të rreme, sikur të mos mjaftonte përpjekja për grushteti në demokraci. Ata nuk mund të tolerojnë që viktimat e këtij grushti të mbrohen. Lirojeni menjëherë avokatin tim. Nga ana e tij, deputeti i Partisë Republikane Popullore të Stambollit, Turan Tashkinozer, tha gjithashtu nga rrëfimi në X se një tjetër arsye e sajuar dhe një tjetër arsye e sajuar për ndalim. U arrestua avokati i kryetarit të Bashkisë Son Metropolitane. Çfarë do të bëni? Nuk do të mund të ambuloni të vërtetën. Kombi është i madh. Vlen të theksohet se Imamoglu aktualisht është përpara Erdoganit në disa sondazhe kombëtare. Mbi 1900 persona janë arrestuar gjatë protestave masive, ndërsa qeveria ka goditur mediat miqësore me opozitën. Gazetari i BBC-s Mark Lawan u depërtua nga Turqia të Njëjtën, pasi autoritetet turke akuzuan atë se përbën një kërcënim për rendim publik në vend, sipas një deklarate nga rrjeti i transmetimit publik britanik.